Prandaj, kthimi ynë në xhami, në Ramazan, kjo atmosferë e këndshme, mbushen safat, xhamit gumojnë nga zërat qoftë të gjinisë mashkullore, por edhe të gjinisë femërore, po një ashtu edhe të fëmijëve. Pra, zbukurohen xhamit tona me zanet e tyne, me ushtimin e tyne, themi, andaj është bereqet i madh i Zotit Gjellëshanu e Gjellë. Çka na jep me kuptuar neve se namazin për xhamit tona që e falim, apo namazi me xhamat që ne quajmë, është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thotë se dallon namazi vetëm me namazin me xhamat, për 27 shkalla, po 27 poena. Por kjo nuk e ka vetëm kuptimin vetëm tek shpërblimi. Po don me na tregu Zoti Gjellëshanu se besimtari asesi nuk duhet mu koni izolut. Me ne që aty të shpija me u fal vetën. Jo, pra duhet të socializohet, duhet që të rreshtohet, për arsye se ku të hish në saft ti me xhamatin, ku të hish në saft ti me vëllezërit tu besimtar, padyshim se ajo ndjenja e vëllaznillëkut. Pse ai Abdullah ibn Mektumi, edhe pse ishte pak si i verbër, shikimin e kishte të dopt, i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah, tha po kam vështirësi, tha për me ardhur në xhami. Pejgamberi sa më tha, apo nishe zonin? Tha po, tha dush me ardhur në xhami. Megjithëse ja diti vështirësinë, tha pejgamberi sa më dush me ardhur në xhami. Prandaj namazin në kohë, siç ka thonë pyetën pejgamberin sa më tha, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur te Zoti? Çka i tha pejgamberi sa më? Tha namazin në kohën e vet. Andaj, është një realitet i hidhur, i nderuar shqiptar efendi, për arsye se me përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, dyqysh ne po zbehet, po boshatisen xhamit. Dhe nëse kjo vazhdon me këtë avaz prap, dyqysh ky Ramazan nuk po lën nishan në zemrat tona. Nuk po lën shenjë në zemrat tona. Andaj, selami im nga kjo studio, nga ky moment është që ne nuk mujmë xhamatit i themi 5 kohët me ardhur në xhami më fal, sepse njerëz kanë angazhime, kanë punët e tyre, kanë itineraret e tyre. Mirë po, për shkak të dhuntisë dhe bereqetit që ka namazi me xhamat, le t'ja vën një kriter vetvetes, le thotë unë sabahin dhe yasin apo sabahin dhe akshamin do ta falin në xhami.